Një hap para implementimit të tij, kryeministri Christian Mickoski provon të bindë opinionin se propozim ligji i ri i duhanit është sjellë në bazë të konsultimit të gjitha palëve të tanguara. Ai garanton se ligji do të zbatohet njësoj në të gjithë territorin e vendit dhe se nuk do të ketë vendbanime të privilegjuara. Kako što site nije očekuvavme. Navësoni inspektimet do të jenë rigoroze në të gjithë territorin e vendit, e përsëris këtë, nuk do të ketë rajone, qytete, vendbanime të privilegjuara e të tjerë, ku ligji nuk do të respektohet dhe ju garantoj këtë, dhe këtu nuk do të ketë falje. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Azir Aliu foli për pasojat e dëmshme në vend nga duhanpirja, si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në atë financiar. Pra për këtë arsye, duhani lidhet për fat keq me mbi 3600 raste vdekjesh në vendin ton, ose 13% të gjithë vdekshmërive në vend. Humbja ekonomike vlerësohet me 38 miliard denar, respektivisht mbi 600 milion euro në vit, që përbën rreth 5,16% të bruto prodhimit vendor në shtetin ton. Tek të rinjt e moshuar nga 13 deri në 15 vjeç, 13,6% përdorin produkte të duhanit ose të nikotinës, që është shkallë më lartë e përdorshmërisë në vend. E sektori i industrisë së prodhimit të duhanit dhe të sektorit të hotelierisë dhanë mbështetje për ligjin, pasi thanë se është përgatitur me komunikim inkluziv mes tyre dhe propozuesit të ligjit. Оцениваме фактот што во текот на подготовка si grupacioni prodhimit të cigareve në kornizat të shoqatës së prodhuesve të duhanit, pranodës ekonomike të Maqedonisë e vlerësojnë faktin se gjatë përgatitjes së ligjit u mundësua komunikimi inkluziv me propozuesin e zgjedhjes ligjore, gjatë secilës një pjesë e vërejtjeve, qëndrimet e shoqërisë janë marrë parasysh. Во кој што ние како уцилски сектор Ne që nga fillimi e kemi shprehur mbështetjen tonë për sjelljen e ligjit për ndalimin e duhanit dhe qëllimit të tij kryesor, mbrojtjen e shëndetit publik. Dua të falenderoj qeverinë, kryeministrin dhe ministrin për qasjen prej partnerësh për krijimin e ligjit dhe fazën e implementimit, gjithsesi ashtu quajtur në periudha 1 vjet grejs, gjatë së cilës ne si sektori i hotelerisë do të kemi mundësinë të rregullojmë terrasat tona në pajtim me ligjin. Propozim ligji për pirjen e duhanit të martën do të jetë në seancë plenare, ndërsa më pas do të dërgohet në kuvent për miratim. Ligji i ri ndalon pirjen e duhanit përfshirë edhe cigaret elektronike në hapësira të mbyllura dhe në automjete të mbyllura, ku ka të pranishëm fëmijë. Ndalon pirjen 20 metra nga hyrjet e institucioneve shëndetësore, arsimore dhe institucionale, ndërsa po ashtu ligji mbyll edhe zonën gri, sa i përket terasave e cila nuk është e hapur të paktën në 2 anë. Ligji ndalon reklamimin në platformën online, rrjetet sociale dhe marketingun përmes influencerëve dhe kanaleve të ndryshme të tyre.